trupi punon, por truri pushon. Cilat janë benefitet, përfitimet e tjera përveç se rezultateve fizike që ne marrim nga ushtrimet? Atëherë të flasësh për benefitet e aktivitetit fizik është, do me thënë mund të rri edhe 2-3 orë duke folur, por ato më kryesoret janë përposhtë se njerëzit që stërviten janë më të lumtur dhe janë njerëz më të mirë, sepse këtë e bën të gjithë ajo disiplina e aktivitetit fizik dhe ndjesia që ti ke, ose më saktë ngarkesa emocionale që ti shliron. Dhe pa diskutim kjo ndikon edhe në uljen e stresit, në uljen e ankthit. Kemi më pak dhimbje koke, më pak dhimbje shpine, kemi një posturë më të drejtë, duke qenë se shumicën e kohës tani i gjen të gjithë njerëzit nëpër telefon, nëpër laptop që krusen pa dashur, kemi një lëvizshmëri më të mirë të artikulacioneve. Gjithashtu ndërtojmë një masë më të mirë muskulare, kemi kocka më të forta dhe nxisim qarkullimi i gjakut, nxitet qarkullimi i gjakut, gjithashtu dhe sistemi limfatik. Dhe gjithmonë, ajo çfarë mua më bën përshtypje në fillim kur vajzat janë pjesë e programit, janë gjithmonë që hey Amantia, dua që të dobësojmë kaq kilogram, dua që të punoj vite, dua që të punoj këmbët, dhe vjen një moment pas disa muajsh që thonë Amantia, nuk ka rëndësi nëse dobësohem, marrim rezultate apo jo. Ajo çfarë mua më bën që ndjehem mirë është që jam më e qetë mendërisht, fizikisht, emocionalisht dhe nuk ka rëndësi se çfarë rezultatesh kam, por rëndësi ka që unë po ndjehem mirë. Dhe kjo mendoj që është momenti i vetëm ku truri jon pushon. Momentin që neve stërvitemi, sepse nuk e kemi mendjen tek ato streset e përditshme, por që fokusohemi vetëm tek ndoshta djegja, tek energjia e grupit, shkëmbimi me njëra tjetrën online. Pra shkarkojmë të gjitha atë energjinë negative. Negative. Është terapia më e mirë, mendoj. Është një orë me veten tonë, ose 40 minuta me veten tonë, një takim, një kafe me veten.